Është e pashmangshme. Se Anita mu bu merak. Jo, kur na nuk krijojmë bazë, kush punon për gjeneratat e reja që i dalin zot këtij veni me punë, krijojmë domethënën profesionista jo të mirë, na e rrezikojmë komplet edhe jetën tonë. Gjë edhe më e rrezikshme se kjo Liridon është se po ndëlidhim ndoshta prej temës, unë kam punuar disa vite si profesor në gjimnazin Frankbardhi në Mitrovic. Gjë edhe më e rrezikshme se kjo është edhe harresa e trinjve e historisë. Domethënë historia nga trit është totalisht e harruar. Unë kam pas edhe trajnime që kam bërë edhe module të ndryshme rreth vlerave të ushtrisë ligjore të Kosovës, rreth vlerave të veteranëve të luftës, rreth asaj që kanë kontribuar ata që kanë rënë në altarin e lirisë. Është shumë e dhimbshme që shumica e trinjve nuk arrinin të njehnin dëshmorët, nuk arrinin të njehnin invalidët e luftës, nuk arrinin të njehnin. A ju mbuta që të informuat atë loks, a? Por nda? A u bu dhe me ditë, me njoftë këto figura loks, kështë? Para mendoni një shoqëni e verishtas 25-26 vite nuk janë shumë. 25-26 vite një shoqëni ku e ka harruar plotësisht historinë. Dhe një histori e harruar është një histori me predispozita të përsëritura. Unë nuk besoj pse po thuaj kanë harruar historinë. Ku po bazuar? Unë po të kallëzoj me argumente. Çfarë cilat janë argumente? Unë kam qenë profesor në shkollë, në shkollë të mesme. Kam mbajt orë, se unë kam ligjeruar lëndën e sociologjisë. Ja, Kosovë është e pamundshme me marrë historia se çdo ditë trajtohet tema. Edhe çfarë dush teme që folën po për me lufta nuk e lajnë. Kështu që është e pamundshme me u harru historia në Kosovë. Ata mujnë me ditë në detaje, që na shtallone nuk mujnë. Ja, nuk janë detaje. Jo, nuk janë detaje, po fatkeqësisht, nëse shkon edhe i merr për një vitin 2006 që kanë lind, nëse nxënësit e klasës së 12, si 17-18 vjeçar, nuk e njohin. Kur dush e morëm 30 zonë, nuk e njohin dëshmorët e atij qyteti, kjo është një histori e harruar. Plus edhe logjikën e kanë ças dopt, se nuk e shtin trunin funksion. Që unë ta shpjegoj tash. Ta nxojmë, nëse i morëm gjeneratat, shumë pajtuana se ka qenë profesor edhe e ka prek. Ti ke qenë një profesor, apo? Po, kam qenë një vit. Po. Edhe e ka prek, profa, është e vërtet që historia, se s'kam ma e fëmijt, nashta nuk e mësojnë mirë, çfarë di nuk ja shpjegojnë, por... Po veç këto figurat... Çka është qetësuese, po nuk i din. Po s'ka shansa, nuk i shundet me kona... Kur ishte ajo Big Brother, unë i bona do testime. Po ata Big Brother... Jo, e njëjtën e testova në mesin e trive. As ti ke dëshmuar nuk i njeh në Kosovë, shembull. Jo, krejt. Shiko. Krejt. Aja fotografia e famshme ku është Adem Jashari, Hamza Jashari dhe Shaban Jashari. Po. Nëse ti ja shfaq rinijës tonë, me gjas 50% nuk e di. A ke buti që tast? A ke buti? Plus, logjikën e kanë shumë tëlt. Ti thu ky është Hamza Jashari, ky është vëllavi i tij, Adem Jashari, kush është ky mropa? Nuk e din. Veç pak me shti truni me thonë, baba mërë nashta është, Adem. Ja, me nashta ta një është të tërsen. Na, si shoqëni, jem të degradu shumë keq. Unë edhe pulas është shumë fatal, do të me morë mosa radikal, Ministria e Edukimit, KIV edhe nuk janë të edukuar, nuk janë të gatshëm për tregin e punës hiq, edhe nuk e vlerësojnë, nuk ta lënë punën. A ka mundësi, jam e interesuar për punë, hajde në termin, zvjen hislemruvet. Ka kësi qindra mira roste. Ja kështi terminë shumë, shiko, është fatkeqësisht, nuk kanë kulturë të punës, se nuk e mësojnë shkolla, nuk janë përgatit për punë heq absolut. Por që ta gatrimi prioritetet. Sepse, vëmendje nuk e kanë të puna. Apo e kupton, e kanë krejt dikun tjetër, vinë ato, nuk fokusohen. Qysh pra nuk e kanë vëmendjen tek puna, nuk e kanë vëmendjen tek ajo që po thu. Shiko, kanë mundësi me boll loks pastaj. Prindrit janë shkaktar kryesor që e kanë prunë qëtë nivel që rinia e Kosovës për një me është në situata shqetësuese. Tash ata referohen të njerëz. Pse pi tham që to tema se edhe që kom pasur intervenime që thashë praktike, renovime, e vrej çfarë niveli ka ardhën edhe kush punon sot. Kush ku punon. Veç me analizu para 10 vjetë çfarë konkurrencë u konë për çat pozit, tash veç që këshyrë thu
çmendesh, pse? Po, i ke marrë ma të rinia lirë, jon, siguri. I ke marrë ma të lirë. rinia jon jo, Do të shku të rinia fatkeqësisht na ka nik. Na kena pos me pësu një fatkeqësi shumë të Jo, tash madhe, pallat në sektorin privat janë më të larta se sa në sektorin publik. Veç edhe çto shumë është mirë me cik, neve fatmirësisht na kanë pështu gjinia femrore. Se me evazionin që e kena pos të gjinisë mashkullore në Evropë, në disa pozita i kanë arrit kompanit me i zavendësu